Wallahi që të nodun e si qona në sabah, i kom dorene që e pi një sup mas pari, tona kemi qajnë, ja nisëm qajt me pi me që plakën, kjo më maran qaj, unë e pi që të bashkë me ta, qështu. E çka man me prej kur e ka një vogël? Për ku jem koni vogël, majnë men, qka dush, vallahi, që të vjetë shumë, tona e dhe shumë majnë men. Kur jem koni i vogël, si i ri, si i vogël, kemi lu një herë me ata shoqënien si thmi. Tona kur jena shku në shkollë me ata shok të shkollës. Te kemi ky shkollë me ata shok të shkollës. Tona kemi hetë që shtu unë e kum pas këtë zanatën dhe që me knu ka pak, me sharkia, me krubona me shku me knu, o bona të nga dhe me hes largë, me shku në për dasma, na nuk e kemi pas, s'kena pas sikur tash drama e kere, për në kom. O desht me hes mas pakti, 2 sahat në kom, sharkije në dorë, tu shku, tu knaq, udhes, se kemi një që jemi lodhë kur. E tash çka doket ma ndryshe se përpara? Ballaj tash o krejt ma ndryshe. Tash jon krejt jon ma mirë. A di, pasunia është ma e mirë. Se përpara është shumë ma e mirë. Po respekti, knaqësia, vullneti ka ra pak, edhe që aty jemi pak ma keq. Pse menon ti që kanë rrahë? Pa s'pedi unë vallaj, tash veç po dokën, sene po mdoken që i kanë bo gjinja shumë, krejt kanë bo tona senet mira, s'po intereson për tjera sene për kërkon. Veç për veti. Se respekti është i joni, do të me pas respekt, do të me pas vullnet, do të me pas dashni në mje veti, që ajo na vynë neve. Se këtu tjera shkojnë e vinë, jonë pak sen, edhe pa tu muj me bo diqka, e vallaj respekti është për mi krejt. Dashnia, vullneti, respekti, janë matë mira. E qikat këtyne herë i kanë lanë me shku në shkollë? Qikat i kanë lënë dikur ma vonë pak, se vallaj që atërë unë kur jem shkue, pak ka pas qikan e për shkolla, se ish, një herë këtu s'kemi pas që tu në katon tonë shkollë. Tona u desh keme shku që atje kemi një katon Mirash, atje pak largë, dime në lëqe, u desh keme shku në për lëqe, në për bore, edhe qikat nuk i lejshin, fort. Na shkoj shumë në djem, po qikat jo, fort. E kuro për një shkollë këtu në katon, tona ja ka njësë me shku edhe qikat. Nuk e nalë. E çka kanë bo burrat e gratë ma përpara? Burrat e gratë ma përpara, çka kanë bo, çka s'bojnë sot heq. Përpara burrat kanë punu në parara, tokën, me gjoj, me marë, me tokë, me prashit, me kosit, me grune, me fshije, me kore, me grati kanë pas punë të shpia, edhe kanë pas vallahe bëll punë, edhe kanë hjek bëll gratë, që ato punë që i kanë bu gratë atëherë, tash as burra s'pi bujnë këtu në shpi. Se s'po ka nevoj, atëherë ka pas nevoj gratë me punu në shpi, burrat në për ara, në për punë, zërshme, kena hjek bëll në për punë, po gratë ma fort kanë hjek. Se kanë pas mi po krejt punë të shpia, edhe me bo bukën, me auqu argatve, edhe 2 herë në ditës, jo veç një herë. Argat kanë pri silen, tona edhe dreken pe i grave. Gratë kanë punu, e kanë bo bukën, i kanë shkurtu drut vetë, i kanë bajt ujin vetë, se atër s'kana pas uj mrana. E tona senet i kanë bo gratë vetë, e valla e kanë hjek ma shumë gratë. E tash gratë kanë punë ma letë, kanë sefa, i kanë krejt me struj. E burrat a i nimojshin gratë këtyne herë? Valla e dikush po thot, po veç unë po thëm ju. Se s'kemi pas vak mi unimu grave na. Kemi pas punë jashtë shpijes, në parara. Sa ba akshëm, nara, kërë në arë në akshëm të latë, s'kem pas që shminimu gruës. Po dhe gruja ljodhë bëllë të shpija, po na në parara edhe ma fort. E punë të na i kena pas dame, gruja të vetat, na tona s'kena pas që shminimu. Që ashtu i kena pas. E ju burrat që shindajshi punë të tokës këtyne herë? Punë të tokës, na shkoj shumë bashkë, si daj shumë heq,
Në burrat që kena pas për shembull me shku me prashit sot një orë, bashkë kena shku. E kena pas me korë një orë bashkë. Kena pas me kosit një livadë bashkë, që ashtu kena pas punë. E do dikush ka pas ndamje të punëve se jenë ko kallabllak në për shtëpia. Do dikush që kanë pas 5-6 familje me një shtëpi, ata odes mi do punë, se atë domaqinja ka caktu ti qito, ti shko në qitar, ti shko në livadë, ti shko me gjohë, ti shko me dhenë, e që ashtu i kanë pas punë të ta tjertë. A i kanë në ushtri? Po jem konë. Sa vjetë? Jem konë 18 muaj. 18 muaj. Po, në ushtri Jugoslave. Në qëfar kushte keni ushtru në atë kohë? Allah, e kushte si ushtarë, a di që shokon puna ushtrijës. Dreqin e kanë vetë me shku ushtarë, ka thë ja, unë e këtë tjera punë krejti bëja ushtarë, zë du me shku. Se sune për balajat disiplinën e ushtrijës. E qaj është, o konë disipline madhe, ushtarë mu. E që shë pritet e që të ardhë letra më shku? Allah, e gjithë kush e ka prit, e ranë po edhe unë e qashtu. Sa vjetë ke pas? I kom pas 20 vjetë. 20 vjetë. Po, valla. A ke pas edhe nej familjarë që ke shku me ta i e kom Ja, veç vetë jem shku. Në atë venin që jem shku, unë e pe i këtuit, veç vetë. Në kom pas shok Kosovës tjerë, po, ama pe i këtuit, veç vetë. E a kina i shok prej ushtrisë që ki hala kontakte me ta? E jo, vallaj, se këto vjetë pe bëshin të vetën, basit ajo, unë i shkova pak ma larg, ata kanë hes ma herët, i shku në tjetërën botë. Gati asë një se kam. E tash a kina i shok që del me ta? Tash kam, që si matri, po, veç që si të ushtrijës, ja, kësi tjerë kemi vallaj që këtu, kjo o që bëllë e madhe po doket, pasha zotin, ka një natë nuk i zen. Mushet, plot kontar, plot musafir kësi që kanë qef me nguë, plot mushet knasi, të këtër të i rrim të një, të dytë natës, qatë natë për natë. E kësine hera keni pas shumë musafir? Këtë një herë kena pas edhe ma shumë musafir, ma shpesh jenë konë. Musafir të janarë për shemull këtë një herë kanë nejtë me javë, ashtarë për një natë e dytë, nëse kanë shuë një javë, se e mërshin edhe kojshia, qatë musafir këshin qef me nalë edhe kojshia, shkojshëm sot të kënë, nesa taj tjetëri, nësë nese taj tjetëri e rënë, që ashtu te i bëjke një javë, bëjke vaki edhe 10 ditë një musafir, se lëshëshëm me shku se kishëm qef me nejtë, edhe ish vak nejë atër kishëm vak me nejtë, e më knash me musafiri me tonat. E qyshi keni prit musafirt në atë kohë? Musafirti kena prit herë, qysh kena mujtë vëlloj, ma nuk ka pas si kur sot tona senet. Po, kryesore me vullnet e me dashni kena prit mirë. E qa kena pas për veti, pak diçka kena dalu për musafirin, veç jo shumë. Po, kryesore me qefe, me dashni kena prit mirë, gjithë. A kina histori që të ka me të men prej luftës? Pe i luftës që tash. Vallaj, kemi se neve në paten për zonë pe i këtuit. Një 3 mujdi, sa ka zgjat lufta në e konë jashtë katunit. Në për shpijat huja, në për katunit huja, të këtër t'ju kry lufta, kena hjek që ato ditë këgja mirë. Sa keni mujtë me adalë, qëfar kushte keni po? Kushte shumë shtira. Shumë shtira se pa në vend huj. S'kishëm na kur gjë me veti, pa pune, pa pare, pa... Qësh mëshëm me ka përgjit ashtu veç. Kryesore, me hjek si qësh kanë hjek dikush për i shkive, për i ushtrije shkive, neve s'na ka zonë që ajo. Kemi shku në për katune tjera, po jemi pështu pa të tjera matrona, ma shtira që në konë. Myte rehje, si s'kena pas në qitu katuni jonë. E sa vjeti ke pas kërë e martu? Kur jo martu, i kum pas 25 vjetë. 25. Po, valla. E gjithë e veta me mësit? Jo, valla, me mësit, se vetë atër nëse kena gjithë heqë. Po me mësit. Kush ke mësiti? Mësit e kum pas një daj, une që kum pas daj, të naj me një kusherit vetin. Edhe ati daj, thësha pa i kusherit e ka pas, a i ka pas misë që ta që i kam, që i daja, i kusherin i dajës. E haj me këtë dajën tem, tu po mua betë, hajdi, shkojmë t'ja nëzirë mas moni që qikës është e mirë edhe.